Historia ime fillon në Londër, jo shumë kohë më parë. Megjithatë që atëherë ka ndodhur shumë gjëra, saqë më duket si përjetësi. Në atë kohë, jetoja me mikun tim shtëpiak në një apartament të vogël pranë parkut Regis. Ishte një ditë e bukur pranvere, kohë e shkëlqyer e vitit për beqarët. Jam miku im shtëpiak, Roger Redcliffe, një farë muzikanti. Jo, unë jam ai me pika. Quhem Pongo. Dhe e dini, me sa po kuptoja thënia e vjetër, jeta e beqarit është e mrekullueshme dhe e shkujdesur, ishte marrëzi e madhe. Në fakt ishte e mërzitshme. Ishte interesante të shikoja që miku tim I duhet dikush. Por nëse do t'i lije Rogerit në dorë, do të mbeteshim beqar për jetë. Ai ishte I martuar me punën e tij. Shkruante këngë. Edhe për më tepër këngë për romancat. Diçka për të cilën se kishte fare iden. Është inteligjent për aq sa janë njerëzit. Por mendoj se mund të thuhet se Rogeri është një njeri mjaft I pashëm në një farë mënyre. Nuk e kuptoj arsyen pse miku im nuk meritonte një partnere tërheqëse. Të paktën unë isha I vendosur të bëja më të mirën. Sigurisht, qend janë gjykatës shumë të dobët të bukurisë njerëzore. Por e kisha një ide se çfarë të kërkoja. Një racë e pazakontë. Shumë e pazakont. Sigurisht që jo. Po tani çfarë po kalon këtu? Pak si shumë e shkurtër. Ja. Pa shiko? E pranoj. Kjo është një racë luksoze. Do shta pak si tepër luksoze. Po, është tepër luksoze. Tepër e vjetër, tepër e re. Ishte problem, një problem I vërtet. Pa shiko, kjo më shkon për shtatë. Një krijese e bukur me 4 këmbë. Po sikur edhe vajza. E po, edhe ajo është shumë e bukur. Ishte gati shumë e mirë për të qenë e vërtet, nuk do të gjeja kur një çift tjetër si ai, edhe sikur të këndoja për 100 vjet. Po shkojnë drejt parkut. Një vend I shkëlqyer takimi. Mund të sajoja diçka. Rogeri nuk mbaron punë deri pas orës 5. Do ishte tepër vonë.
Pas ka kaluar ora 5. Nuk e vure re. Mirë, Pongo. Mirë, djalosh. More, Pongo, merre me nga dalë. Përse nëziton kaj shumë? Pongo, djalosh, nga dalësohu! Në fillim pata frikë se kishin ikur. Ndoshta kishin kaluar nga parku. Por pa pritmas, i pikasa. Ishte një situatë e përsosur nëse do të planifikoja mirë. Nuk varasha do tek Rogeri, e dija se si do të cillej. Do të shtërij mbi barë dhe do të pymoste lullën e tij, me kaq paronte puna. Atëhere më ngelej mua në dorë. E po, por si fillim nuk kisha ndonjë plan të veçantë. Gjithçka vetëm për të tërhequr vëmendje. E dini, për t'i trazuar pak gjërat. Pongo, more qenushi marr. Eja. Ha, pra sille këtu. Pongo? Pongo! Po, për pak kohë mu duk se funksionoj. Të paktën po e shikonin njëri tjetrin. Gjërat po shkonin shumë mirë. Po për një arsye të çuditshme, ata u larguan. Eja këtu, more plak renegat. Do të shkojmë në shtëpi tani. Por unë nuk do të hiqa dorë. Isha i vendosur të takoheshim me çdo kusht. Ju kërkoj ndjes, më vjen shumë ke, ju lutem, më falni zonjë. Nuk më besohet. Çfarë po ndos tu, a? Ju lutem. O, zoti ma. Si ka? O, zot, shalli i miri, edhe për më tepër kapelja ime. Më vjen shumë keq. Ju lutem, më lejoni t'ju ndihmoj. Më vjen shumë keq. Pongo, more, nuk e di se çfarë të gjeti. Nuk e di se çfarë pati. Më vjen shumë keq. Nuk është sjell kur kështu. Unë të them të drejtën. Nuk ka gjë. Ju lutem, largohuni, bët mjaftueshëm. Ju lutem. Prisni pak. Merr një timen. Do ta duash, do ta ngushëllosh, do ta nderosh, do ta mbash në sëmundje dhe në shëndet, duke i braktisur gjithë të tjerat, të rish vetëm me të, derisa ju të keni jetë. Për 6 muajt e parë pak a shumë, jetuam në një shtëpi të vogël afër parkut. Një vend i vogël modest, por i përshtatshëm për 2 çiftet që po fillonin jetë. Peti, e dashur, a je mirë? Po, sigurisht i dashur, tek e fundit, qentë kanë bërë këlysh shumë vite përpara nesh. Ja da doja. Një kuzhiniere dhe anvis e shkëlqyer. Ka një shpirt shumë të mirë dhe të arsyeshëm.
E dini, ka raste kur më duket si qen. Roger! Koha e qajit! Koha e qajit! Da-di-da-di-da. Di-dum-da-da-di-da. Da-da-da-da-da-dam. A ju pëlqen kënga ime re? Ta-ta-ti-tam-tam. Lirike goditur. Melodia e para e dashur dhe pastaj lirika. Pongo, është ajo, është gruaja djallëzore. Oh, duhet jetë Cruella. Shoqja jote shumë e ngushtë e shkollës. Cruella de Vil. Po pra, Cruella de Vil, Cruella de Vil. Nëse ajo nuk të trem, nuk ka gjë që të trem. Oh, Roger! Kur e shikon atë të hynë të ngjethura. Oh! Cruella, Cruella, është si Merimang që pret të prene sa. Roger, do të Kujdes të nga gjoj! Cruella de Vil. U te brënda, dada? Anita e dashur, Si e? mjerushëm e dashur, si zakonisht, të mërësisht keq. Ku janë ata? Ku janë ata? Ku janë ata? Kush, Cruella? Për atë zot, ku janë? Klyshët nuk ka ko për shaka të tepërta. Oh, duen edhe 3 javë të paktën. Ti e di që nuk mund t'i ngusim dot. Sa hokatare je, moj Anita. Eja, voglush, eja. Eja, voglush. Cruella, a nuk është e re ajo peliçe? Dashuria ime e vetë me zemër. Nuk jetoj dot pa to. Unë ja dhuroj shumë pelicet. Tek e fundit, a ka një grua në këtë botë mjerë që nuk i do? Edhe unë do të doja një peliçe, për kam nevoja të tjera. Bla modesti, Anita. E di, kjo shtëpi e vogël fare është kështjella jote e ëndrave. Dhe i shkreti Roger është kalor si yti guximshëm dhe i pat tremur. Oh, Cruella. Dhe gjithashtu ke dhe miqtë e tu të vegjël me pika. Po, duhet ta pranoj. Një qift vërtet shumë i bukur. Cruella, a dëshiron pak çaj? Jo, duhet iki e dashur. Më njofto kur të lindin klyshët. Do ta bësh apo jo e dashur? Po, Cruella. Mos haro që ma premtove. Shihemi pas 3 javësh. Miru pafshim e dashur. Në fillim mendon se Cruella është një djallë, po kur me kohën trondit ja të kalon, arrin që ta kuptosh dhe shikon syt që ka ajo, që shohin nga poshtë një guri. Nuk po më Lola ndihmon kuriq Roger. vampir, kjo kafshë njerëzore, ajo duhet të mbyllet diku dhe të mos lëshohet kur. Bota ishte vendi mrekullueshëm, derisa erdhi Cruella de Vil. Oh, Roger, sa të rollak që je. Peti? Ajo shtriga, ajo gruaja djallëzore kërkon këlyshët tanë, vetëm kaq kërkon. Oh, mos u shqetëso, Peti. Nuk do të ndaj syt. Asgjë nuk do t'i ndodh klyshëve tanë. E çfarë kërkon ajo prej tyre? Ajo nuk mund t'i doj ata. Oh, Pongo. Isha shumë e lumtur kur mësova se prisnim këlysh, por tani... Tani të doja të mos bëheshi me këlysh. E shkreta Penida. Sigurisht nuk ishte zgjidhje.
Këlyshët erdhën fiks në kohë. Një natë të stuhishme dhe të ftohtë në tetor. Kujdes, djalosh. Këlyshët lindën! Këlyshët lindën! Sa janë? 8? 8? I dashur Pongo, 8 këlysh! 10! 11! 11 këlysh, more i dashur Pongo! Prit pak! 13! Jo, 14! 15! Dhe nëna është shumë mirë i dashur. Mos vogulushi mirë. 15 këlysh? Po kjo është e mrekullueshme, Pongo. Është e përsosur. More kopuk i vogël. 14. Vetëm 14. E humba mjerin. Oho, vogëlushi i shkret. I shkreti Pongo. Është një gjë që ndodh kjo. Edhe me gjitha të përvras mendjen. Shiko, Pongo. Anita! Dado! 15! Kemi sërish 15! O, Roger, ai është mirë, lavdi zotit. E shikon? Është si i ri Fringo! E imagjinon do të marrësh 15 këlysh. 15? 15 këlysh? Sa e mrekullueshme! Sa përsosmërisht! I marrë të dreqi këta bastardët e çpifur. Pa pika fare, janë si minj të vegjël të kuq. Jo, ata nuk janë bastard. Kanë për t'ju dal pikat. Prit dhe do ta shikosh. Ka të drejtë, Cruella. Pas disa javësh do t'ju dalin pikat. Po atëhere do t'i marrë të gjithë. Pa me rak fare, më thuaj sa është çmimi i dashur. Kam frikë se nuk t'i japim dot. Të shkretës peti do t'i thyej zemra. Mos u bëj qesharake, Anita. Nuk e asnjë mundësi që t'i mbash. Ju as veten tuaj nuk e ngopni dot me bukë. Jam e sigurt se do t'ja dalim. Po, e di. E di, Roger është. Kënga të Rogerit. Nuk ka gjë. Do t'a paguaj 2 fishin e vlerës së tyre. Pra, po t'regojmë më shumë se bujare. E marrë të dreqi silografin. E marrë të dreqi këtë silograf të çpifur. Një fjalë nuk shkruan dot. Por mund të ndajnë klyshët nga mamaja e tyre. Për 2 javë? 3 javë? Kur? Çfarë? Nuk do të t'i shesim ty këlyshët. Nuk do të shesim asnjërin. A e kupton? Anita, e ka seriozisht ai? Nuk po e njoh as pak Rogerin. E po, Cruella, me siguri. E dashur, me siguri po tallet. Jo, unë e kam seriozisht. Nuk do të marrësh asnjë. As edhe një. Dhe kjo është përfundimtar. More ti pa mend. Ti. Mirë tani. Mbaj bishat e vogla po që për mua. Bëj që të duash me ta. Mbyti. Të paralajmëroj, Anita. Bashkë e mbyllëm.
E mbylla me ju të gjithë, do të marr hak, më prisni, do të pendojni, more të marr, more hajvan! Oh, Roger, u tregove i shkëlqyer, i dashur. Po, ishte një hero madhështor, zonjë, vërtet ishte, një heroj madh! Peti zemër. Peti, do t'i mbajmë klyshët çdo njërin prej tyre. Dëgjova Rogerin që e largoi atë gruan djallësore. Peti ja tregoi rrugën, ajo iku, o e dashur, iku një herë mirë. Oh, Pongo. Forca Bubulin! Forca Bubulin! Shko kape Bubulin! Kapi pra djalosh! Do ta kap atë hajdutin e keq të kuajve. Po, Bubulima është qeni më i madh në të gjithë botën. Ai është dhe më i mirë se babi. Qenë më të mirë se babi nuk ka. Babi, çfarë do të bëj ai? Prisni dhe shikoni pra. Shikoni si fshihet prikacaku. Ai qelbaniku i dreqit, ai qelbësi i djallit. Më pëlqen ideja, më mirë të vdes. Oh, Peç, ku e ke mësuar atë gjuhë? Sigurisht jo nga mamaja jote. Bëj kujdes, mik. Mos u mërzit, Peti. Ka për ta kapur atë keqbërësin. Ka për ta kapur me siguri. Laki, ullu poshtë, nuk e shohim dot. Mami, thuaj të ullet poshtë. Hau pra, Laki, ullu poshtë. E humbi për 1 milje. Kamuri, mami, kamuri. Oh, Rolli, ti sa po e hëngre darkën. Po prap kamuri. Ka maj shumë uri sa mund të ham me një herë një elefant të tërë. Ja ku është pas ati shkëmbit? O, bobo, e qëlloj bubullimën në shkret. Nuk e kapi. Bubullima me siguri po shtiret. Të pak të mendoj. A nuk ju a thash? Është një nga truket e ti. Laki, i ka ndej. Kamuri, mami. Kam me të vërtet. Mos e humbisni episodin emocionues të javës që vjen. Kush do të fitoj, vallë? Bubullima Trim fiton gjithnjë. Me qëra fjale për kampionët, biskotat për qënd janë më të mirët e të gjithë ushqimit për qënd. Canine Crunchies can't be beat, they make each meal a special treat. Happy dogs are those who eat nutritious Canine Crunchies. Canine Crunchies can't be beat, they Peti, make each meal më a mirë t'i vëmë në gjumë voglushët tanë nëse do dalin për shëtitje. Si thua? Duam të shkojmë edhe ne, mami. A mundemi të vi, mami? Pasi ne nuk shkojmë kur. Nuk e di, fëmi, koha për gjumë. Por ne nuk jemi... Pare për gjumë tani. Duam të shkojmë për shëtitje në park. Babi, a mundemi? Më mirë bëni si që tha mamaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Nuk kam gjumë, unë kam uri. 14. Do what all the smart dogs do and you'll feel great the whole day through. You can be a champion too if you eat Canine Crunchies. Dhe mos harroni miq, dërgoni vetëm 5. Mjaft me kaq mistreci vogël. Shkojmë tani, ha? Ecim.
Ja ku kaluan, Horis, miku im, për shëtitjen e tyre të përhershme të mbrëmjes. Aha, çfarë çifti bukur pëllumbash. Kaluan cepin e rrugës dhe po shkojnë drejt parkut. Nuk më pëlqen, Jasper. Edhe këtë herë dhe pastaj do ta mbyll përgjithmonë. Lari këta, Horis, po fitojmë mjaft mirë. Po, por isha duke menduar... Ti ke menduar? Shiko pak këtu, të kisha paralajmëruar për të menduarin. E di unë se si bëhet kjo punë, prandaj le të vazhdojmë. Nuk ka njeri në shtëpi përveç asaj kuzhinjeres plak. Tani do të shohësh se si punon Jasperi. Ai do t'i flas me shumë diplomaci. Por nuk jam ende I bindur. Ja, pra, ulu edhe ti tani. Baba. Flini gjumë tani. Mbyllini sytë e vegjël. Ashtu të lumt vogëlush. Kushtu I jetë, Val? Mirë mbrëma, zonjë. Kemi ardhur të kontrollojmë çelësat dhe telat. Vim nga kompania e gazit. Elektrike. Kompania elektrike. Jo, ne nuk kemi kërkuar kontroll. Po, zonjë di, por dëgjoni, parlamenti sapo ka krijuar një ligj të ri, I cili është në mbrojtje të fqinjve tuaj dhe ne jemi pjesë e sektorit të kontrollit sepse ligji është I rëndësishëm për të gjithë. As që dua t'ja di se çfarë thon partit në parlament për këta. Nuk do të futeni këtu pa ardhur zoti dhe e zonja e shtëpisë. Ajo, presi plak kushe trashaluqe. Nuk kemi kohë të tallemi, kemi punë për të bërë. Më falni. Çfarë halli keni ju të dy? Ju janë bllokuar veshët? Ju thash se nuk do të futeni këtu. Ajo që ka një ngacamane e keqe, apo jo? As mos guxo të shkosh atje more këmbëgjati shëmtuar. E kam seriozisht! E nëse nuk deli nga kjo shtëpi, do të telefonoj policin, do ta bëj! Dhe do t'jetë fundi për ju, more njeri I keq, more! Tani po që folë rënd, më preke në zemër, zonjë. Nuk do të rria këtu edhe po të ma kërkonit. As për një filxhan çaj. Ej, miku im, Horis, kam një ndjesi të vogël se këtu nuk jemi të mirë pritur. Eja shpejt se do t'ikim. Gjëra të morën, puna u mbarua. Më nxirrni! Ndim! Do t'i telefonoj policisë! Ndim! Lam të mirë pat, mirë mbet. Ata të pavlerët do të më shkojnë mirë kush jam. Ata s'janë gjë tjetër veç se hajdut të zakonshëm. Vë bast se po t'i ndjek unë I kap. Vë bast se kanë marrë çdo cop të fundit. Këlyshët nuk janë. Peç, Laki, Rolli. I marrën këlyshët. Si do t'ja bëj unë? Ata qelbanikët. Më vodhën këlyshët. Policia ndim. Policia. Më morën këlyshët. Dikush të më ndihmoj. Ndim. Rëmbimi I qenve. A imagjinon do të një gjë të tillë? Janë vjedhur 15 klysh. Janë voglush shumë të bukur. Anita dhe... Beethoveni I saj turpshëm. Të shkretët ata. Roger saj Marje. Alo? Jasper mor hajvan. Si guxon dhe telefonon këtu. Po ne nuk duam të rrim më këtu. Duam parat tona. Na jep atë që... Pranojmë edhe gjysmën. Asnjë shilling pa I mbaruar mirë punën. Jasper. Më kuptove? Jasper. Po e thot këtu te gazeta e ditës me foto edhe gjithçka. Lëri gazetat. Nesër do t'jenë harruar. Jasper, kjo nuk më pëlqen. Mua nuk më... Qepe gojen mor hajvan. Çfarë? Jo, zonjë, kam Horisin këtu. More ju të marr.
Scotland Yardi. Ndoshta kanë gjetur diçka. Alo? Përshëndetje, inspektor. Është Anita në shtëpi. Që nga për ty? Alo? Anita e dashur. Oh, Cruella. Du t'i e diçka e tmerrshme. Sa po i pash gazetat, nuk më besohej. Po, Cruella ishte tronditse. Çfarë kërkon ajo? Për merr për ta pranuar? Roger, të lutem. O, të lutem, ajo është dinake. Po bëjmë gjithçka të mundshme. Telefononi policin. Po, i telefonuam Scotland Yardit, por unë kam frikë. Ku janë ata? More gomar. Anita! Më fal, Cruella. Po, nëse ka ndonjë të re, do të lajmërojmë. Faleminderit, Cruella. Roger e pranoi se është egoiste, por nuk është hajdute. Po ajo është ende dyshura numër 1 në listën time. Scotland Yardi e ka hetuar atë. Çfarë kërkon më shumë? Ku ta di unë, dashur? Nuk e di fare. Oh, Roger, çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë? Peti, kam frikë se kemi vetëm ne në dorë. Oh, Pongo, a nuk ka fare ndonjë shpresë? E po, ka. Dizëllonja e agimit. Dizëllonjat e agimit? Po ato janë thjesht një rrjet tash e themesh. E dashur është mënyra më e shpejtë për të çuar lajme. Nëse klyshat tanë janë diku këtu në qytet, qendë e Londrës do ta dinë. Kur pronarët tanë do të na nxjerrin për shëtitjen në park, do të çojnë fjalë. Sa duket sonte nuk ka dal askush. Kam frikë se është tepër ftohtë. Peti, do vazhdoj të përpiqem. Peti, jemi me fat. Është deni i madh në Hempston. Pongo, rri urt djalosh. Do të shqetësosh të gjithë lagjin, ë? Rri urt, Pongo. Eja, Peti, lëviz. Shkojmë pra, Pongo. O, more qeni keq. Eja pra tani, do të shkojmë në shtëpi. Ej, Deni, çfarë ka? Kush kërkon ndim? Kërkon Pongoja. Parku Regins është alarmi i vjetër i qenve. Përse po le kaq shumë? Çfarë po thot? Më thuaj, Deni, më thuaj. Prit një minut. Prit pak. Kjo është me rëndësi. Çfarë, Deni? Çfarë gjëje? Janë vjedhur 15 këlysh dalmat. Të lajmërojmë policin me njëherë. Njerëzit kanë provuar gjithçka dhe tani e kemi ne në dorë. Qend dhe cicëllonja. Një alarm për të gjithë. Misi, futu brenda të thash. Poko, zbrith me njëherë që aty.
Dozer, si është puna? Çfarë ka? Që janë këto thashe theme? Nuk janë thashe theme, Lucy, vinë që nga Londra. Mos më thuaj. Janë vjedhur 15 kylysh. Këtu rrotull nuk ka patur kylysh, të paktën që kur ka lindur Neli, dhe ata tani janë të rritur. E pa atëherë do ta çoj bututje fjalën. E kam unë në dorë të komunikoj me kolonelin. Ai është I vetmi që mund të dëgjoj. Në këtë orë nuk e për t'i gjetur dot. Por mund të përpiqem. Do të le gjithë natën, po të duhet. Më duket si plaku Dozer. Është alarm. Rreshter. Rreshteri Teams. Të thash rreshter. Po, kapiten. Sinjal me lehje. Është alarm. Raportoj me njëherë kolonelit. Si urdhëron, zotri, po, zotri. Kolonel? Thash, kolonel, zotri. Ku jeni? Kush kalon aty? Ju raporton rreshteri Timsi. Tim? Po, rreshter Timsi. Kolonel, zotri? E më dëgjo këtu, Tims. Si vjen këtu forcërisht në këtë orë të natës? Por, kolonel. Prit pak, rreshter. A e dëgjove atë? Po, kolonel. Më duket si alarm. Eja, Tims, t'i futemi punës. Po, më njëherë, zotri. Laku Dozer po na thot diçka, zotri. Po, me të vërtet ashtu është. E po, do të shoh se çfarë kërkon. Është koloneli. Dora vetë, madje. Do mesazhin. Bën mirë t'ja thuash qartë dhe pastër, për ndryshe s'ke për ta marrë. Një angullim e gjatë, 2 të shkurtra, 1 leje, 1 hum. 2 leje, zotri. Çfarë thot, kolonel? Është nga Londra. Duhet jetë I rëndësishëm. Po, do të dëgjoj pjesën tjetër. Më duket si numër. 3 pesa bëjnë 13. Po, bëjnë 15, zotri. 15? Sigurisht, 15. Po, pika. E qenë, pika, puding me pika? Jo, pelgje. Pelgje, thatë, zotri? Janë vjellur 15 pelgje me pika. I zi unë. Ta kontrollojmë prap, kolonel? Duan të tallen. Po, mund të bëhet. 2 leje, dhe 1 hum dhe 1 leje. Do të thot këlysh, zotri. Po, sigurisht, këlysh. Kolonel, zotri, sa po kujtova. Para 2 netësh dëgjova këlysh që po leni në një shtëpi të vjetër. Do të thuash tek shtëpia e vjetër e Devillëve? Marzitim, s'ka vite që aty nuk jeton njëri. Prisni, shikoni, po del tym nga Oxhaku. Kjo është e çuditshme. Vërtet e çuditshme. E po, atëherë mendoj se mund të hetojmë. Do t'i dërgoj fjalë plakut Dozer që të pres. Lutem, rrini në pritje. Çfarë do të thuash me këtë? Unë nuk e di. Ndoshta deni I qytetit ka gjetur diçka. O, zot, shpresoj shumë. Dëgjoj, ky vend I vjetër ka fantazma, ose shtriga apo një gjë të tillë të marrë. Këto janë marrëzia, zotri. Përgjithsesi, rreshter, keni shumë kujdes. Nuk I di se me çfarë magjish mund të ndeshemi. E po, e marrë të mira, Tims, të sulemi para. Le ta kontrollojmë. Po, zotri, tani, zotri.
Marje, me pika, Çfarë? a jeti nga 15 këlyshet e vjedhur? Oh jo, nuk jemi të vjedhur, jemi të blerë dhe të paguar, të 99 së bashku. 99. Kurse ata të veçlit aty, ata kanë emra dhe ngjyra, nuk janë nga dyqanet e kafshëve. 15 të tjerë? Nuk i kemi numëruar fare, ata arrin aty afër televizorit. Atëherë po i numëroj vetë. Kujdes nga gangot. Gangot? Ata dy trashaluqët, Horsi dhe Jasperi. Ata janë shumë të këqinj. Ej, shiko Horis! Shiko se si do t'ja lëshoj një shigjet tek hunda. A thua shë nova pik? 2, 3, 4. Ej, Jasper! Pra, më hepu dhe mua. Vetëm një glënk. Të lutem një glënk të vogël. Ja, Horis, e ke thënë vetë se këto pije nuk të pëlqejnë shumë. Gjithashtu të zë edhe urthi në stomak. Në rregull. Thonë dhe kemi shumë punë, por me këtë që jam duke ngrënë. Ej, Jasper, a mos ti... Ja, i shikoj, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ej, mi streci vogël, ullu poshtë dhe rri aty. Ej, hadi ikë që aty se ta përmblodha syre. Po tani ko e lash 11, 9 dhe 3 të tjerë, 12, u bën 15. Po, këta janë, më në fund i gjeta. Po, si shmendoja? Dreshin, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi këtu? Ej, Horis, shiko kush erdhi, një maçoka. A do të pëlqente një turlim me mish maceje? Apo një tavë me mace? Ja rregulloj unë. Çfarë ka, Pongo? Çfarë ka? Shh, është Deni madh. A i ka lajme për ne. Do të takojmë te kodra e trëndafilit të parë. Po si do të dalim? Nga dritarja e dhomës së pasme. Është gjithnjë hapur. Do ngjitemi. Eja. Pongo erdhët, mirë. Po, cili është lajmi? Çfarë lajmi ka? A i kanë gjetur ata këlyshët tanë? I kanë lokalizuar diku në veri nga këtu, në Safër. Oh, sa mirë. Pongo... Po, sigurisht. Mund të nisemi me një herë. Mirë, do të vi me ju deri tek rruga Kando dhe do t'ju jap udhëzime. Dhe kur të arrini tek Lumi Marsh, kontaktoni me plakun Dozer. A i do t'ju qoj tek koloneli dhe koloneli do t'ju qoj tek lysht në vilën Devil. Devil? Vila Devil? Oh, Pongo, ajo e ka bërë. O, dikush që e njeni. Në falë, zotëri, nuk kemi kohë për shpjegime. Oh, shpresoj të mos jemi tepër vonë. Pa çfat, Pongo. Nëse humni rrugën, kontaktoni me rjetin e lehjeve. Ata ju presin!
A kemi lajme, kolonel? Nuk kemi as edhe një gjë fare. Vetëm disa mjaullima maci e koti, apo ku ta di unë se çfarë. Kolonel, zotëri, kolonel, po vjen një makinë. Oh, të lutem tim, mos u bëj qesharak. Ata nuk ngasin makinë. Po e di mirë, zotëri, por po shkon drejt shtëpisë në Kodër. Ndaloj tek porta. Ndaloj the? E por, është e tim më mirë të shohim se si është puna. Bëj detyrën, more, bëj detyrën. Po, zotëri. Vazhdo vetë, kapiten. Sigurisht, zotëri. Me vjen keq, zoti Simpkins, përgjigja është jo. 6 ikën ka dhe 4. Nuk kam kohë për të pritur. Kjo punë duhet bërë sonte. Kjo nuk lejohet. Inspektor, duhet jetë një pyetje me po se jo. A më kuptuat? Sonte! Po ata nuk janë aq të mëdhenj. Edhe ti nuk bën dot 12 peliçe me këta qenë të vegjël. Peliçe? Peliçe me lëkurën e qenve? Atëherë do të bëjmë një gjysmë dyzine, nuk presim dot. Policia ndodhet kudo. Dua që ta bëni sonte këtë punë. E si do ta bëjmë? Si të dëshironi vet? I helmoni, i mbysni, i bini koka, keni pak kloroform. As edhe një pik. As mua. Asun. Nuk dua t'ja disi si do t'i vrisni pishat e vogla, por bëjni dhe bëjeni tani. Të lutem, zonjë, kini pak mëshirë, ju lutem. A nuk mund ta shohim pjesën tjetër të shfaqjes fillimisht? Ne duam të shohim cili është krimi im. Më dëgjoni tani, more hajvan. Do të vi nesër në mëngjes herët. Dhe puna qofte bërë, ose do të lajmëroj policin. A më kuptuat? Mendoj se e kishte me gjithmonë, Jasper. Do të vazhdojmë punën sa po të mbaroj shfaqja. A mund të regjistrojeni, zotri? Voglush, duhet të ikni që këtu nëse doni të shpëtoni lëkurën. Po si? Shhh, aty te muri është një vrim. E shikoni afër derës. Pra, lëvizni tani. Psst, fëmijë, më ndiqni. Ej, Jasper, pa shiko. Që nga një mik i vjetër. Po, kujta merr të mendja. Shoku ynë i vjetër Ford Swater. Pra tani, mos u grumbulloni. Me radh thash. Dhe tani, një nga konkurrentët e fundit të panelit, njihuni me zotin Percival Forstwater. Zoti Forstwater, nëse paneli nuk arrin të gjej pyetjen tuaj të pazakont për akuzën për krim, do të bëni 2 javë pushime luksoze në një resort modern Buzdetit me gjithë shpenzimet e paguara. Sigurisht kjo bëhet pasi të paguani detyrimin tuaj ndaj shoqërisë. Atëherë, kush do ta nis pyetjen e parë? Inspektor? Zoti Forster, a mund ta klasifikoni përzemërsisht këtë shkelje? A është për hakmarrje apo çfarë? Rreshtohuni, për gjatë murit, pra që nush, më shpejt. Ka profesionin e hajdutit, por në këtë rast krimi i tij nuk është vjedhja. Më vjen keq, por përgjigjja është jo. Një iku, kanë mbetur dhe në zonja Bebel. Nëse krimi juaj nuk ka qenë vjedhja e po atëherë, e zezë, ajo që dua të them është a e bën një gjë të padrejtë që... Shpejt, zonja Bebel, po në mbaron kohë. Po, sigurisht, më falni, atëherë mos i keni bërë dikujt ndonjë të keqe? Jo, zonja Bebel, më vjen keq, përgjigjja është jo. 2 ikën keni dhe 8, zoti Simpkins. Po, pra ju nuk keni dënuar me burgim për jetë dhe as me vrasje. Atëherë më thoni, a mund të jetë ndonjë shkelje, një rregull i qytetar të ndonjë farë lloji? Jo, përgjigjja është jo. Mos aty më mistrec i vogël. 3 ikën, kanë mbetur edhe 7. Vazhdojmë. Duhet ta pranoj se është shumë e ngatëruar. Sigurisht që është krim. Po, më vjen keq, kam frikë se kam mbaruar koha. Kështu e pasoj gjithmonë. A ka mundësi që zoti Forstwater të kthehet javën që vjen, dhe javën tjetër do të mbarojmë lojën tonë të vogël.
Natë në mirë, spektator. Shemi javën që vjen në të njëjtën orë në Çfarë krimi kam bërë? E po mirë. Eja, Horis, ti futem i punës tani. Unë do t'ju bje në kokë, ti hiqë lëkurën. Nuk e bëj dot, Jasper. Unë po e bje në kokë, ndërsa ti bëj e rjepjen. Ej, Horis, shiko! Ata ikën! Jam batën të gjithë! Kaluan nga kjo vrima e vogël. Ja, merr një elektrik. Të mundohemi t'i kapim pa u larguar më shumë. Ja ku është, Horis? Tek shkallët. Eja këto vëglush. Eja vëglush, eja ni. Mos u largoni nga Jasperi. Nuk do t'ju bëj keq tani. Unë mendoj se me këto do t'i vrisja unë të gjithë. Qepe gojen! I futu aty brenda, unë do të kontrolloj këto 2 dhomat e tjera. Jeni vëglush. Këlysh, dilni jashtë. Jeni ku do qofshi. Horis! Kanë shumë të shpejt këta. Kanë edhe një drejtues. Kapi shpejt, Horis! Nëzito! Amore, kokë dhe i drejshit! Këtu mbrapa! Ata po vinë. I strecat mashtrues, duan të na gjejnë. Pasi u kujdesën për ta gjatë gjithë kohës. Ja çfarë mirë njohje e marrin. Kjo nuk është as pak e drejtë, Jasper, më beso. Hej, Horis, ja ku janë? U shë arresterin, arrester? Më falni, zotëri, nuk kam kohë për shpjegime. Jam i zënë, zotëri. Mbylli dyert, Horis! Do t'i bllokojmë, nuk do të dalin dot gjallë që këtu. Pongo, kam frikë se I kemi humbur. Nuk mund t'jen larg. Më dëgjoni. Nuk ka mundësi të jenë pongot. Është koloneli. Eja, nga kjo. Kolonel, a jeti koloneli? Ja ku erdhen. E po, pongot? Këlyshët tanë, a janë mirë këlyshët tanë? Nuk kam kohë për shpjegime. Kam frikë se janë në telashe. Në telash të madhë, madje. Më ndiqni! Tani I kapëm, Horis, nuk ikin dot më. Ej, pa shiko kush erdhen. Ja 2 të tjerë me pika. Forca, Horis, miku im, bëj më të mirën. Jepi, mik, jepi. Mos ki merak, më ke pas vetes. Trasha luqi ngordhur. Ej, ma të the këtu! Ta tregoj unë ty që më godite. Më lësho! Zoti madh. Më në shomër e qelbani ki keq. Do të bëj cope qik. Shkatroje, Tims! Jepi, vazhdo për para! Ja, kolonel, tërhiquni! Po, e njëjta gjë, tërhiquni me njerë! Jasper, më cishtë këtu! Ej, Horis, ky qenë nuk mi lëshon pantalonat! Wow! Jasper! Horis! Eja, Peti, shkojmë.
Kam për t'i rrjepur ata qelbanikët me pika. Qofte edhe gjëra e fundit që do të mund bëj. Të dashurit e mi, të dashurit e mi. Na gjete, babi. Lucky, Peach, Piper, Frickles. Oh, Rolly, ti more kopuk I A vogël. më thotë ndonjë gjë për të ngrënë? A jeni të gjithë këtu? Të 15-të? Dy fishi kësaj, baba. Tani jemi 99 gjithsej. Çfarë the? Në 99? Po këta tjerë nga mbim. Po pse mund të ketë mbledhur kaq shumë? Ajo do të bëj pelice me ne. Nuk është e mundur. Po, pelice me lëkurën tuaj. Oh, qenë nuk bëjnë për peliqe. Çfarë janë këto që thua, Tims? Po, është e vërtet, zotri. Orsi dhe Jasperi do të na godasin, dhe do të na rjepin. Ajo është një djallë, një shtrik. Oh, çfarë do të bëjmë? Duhet të gjejmë një mënyrë që të kthehemi në Londër. Po të tjerët, çfarë do të bëjnë ata? Peti, do t'i marrin në shtëpi me vete. Që të gjithë. Fëmijët tanë nuk do t'i largonin kurrë. Zoti kolonel, ka drita në rrugë. Është një kamion dhe po vjen këtej. Janë banditët, Boris dhe Jasper. Ata po ndjeki gjurmët tona. Por ne jemi më të shumë në numër, Tims. Kur të jap sinjalin, do t'i sulmojmë. Kolonel, zotri, kam frikë se kjo do të jetë shkatruese. Ashtu mendon? Ai ka të drejtë, kolonel. Më mirë t'ja mbathim. Nga mbrapa, kaloni lëndinën. Faleminderit të rështer. Kolonel, kapiten? Qofshi të gjithë të bekuar. Nuk dim si t'ua shpërblen. Nuk ka gjë. Kjo ishte pjesë e detyrës. Ashtu është, zotri, jemi skuadër. Bëni mirë të niseni, ja tek erdhëm. E janë fëmijë, nxitoni. Pa qifat, Pongos. Po, pa qifat. Dhe mos kini kur frik, ne do t'i shkatrojmë fare. Po tani çfarë ka? Mu I sysh more qem plak I shëmtuar që s'të mbyllet doja, se të rash me shkop. Ata nuk kanë këtu brenda, Jasper. Janë fshehur në kasht. Hej, më jep një shkrepse. Do t'i dijim. Gati, kapiten? Në shenjë? Jepi 1. Jepi 2. Ja ku po ikin vjedhacakët e vegjël. Horis, le të kthehemi tek makina, do t'i kapim për gjatë rrugës. Me siguri duhet jenë diku këtu rrotull. Jasper, unë nuk shoh asgjë. Horis. Po sigur të kenë zbritur në përprojnë e ngrirë që të mos lënë gjurën pas? Horis, more hajvan, qend nuk janë aq të zgjuar. Rruga u hap, Peti. Rruga u hap. Ne u shpëtuam atyre. Apo jo, babi? Ata nuk na pan fare, Pet. Sht, fëmijë. Po më rëshkasin këmbët. Asikur të ke mundësi të eci mbi borë. Jo, birë, nuk lëm do të gjurmë. Po a ka ndonjë gjurmë prej tyre? As edhe një gjurmë të vetë me përbe. Dhe kemi kontrolluar lart e poshtë në çdo rrugë të mallkuar të kontesë vjetër. Kemi ngrirë fare. Ne heqim dorë. Jo, s'do ta bëni. Do t'i gjejmë bastardët, edhe sikur të punoni deri Krishtlindjen tjetër. Tani lëvizni këmbën dhe kujdesi si e ngisi makinën, more hajvan. A doni që t'ju ka policia?
93, 94, 95, 96, 97, 98. Laki. Eja, voglushi Laki, nuk mund të heqim dorë tani. Jam shumë i lodhur dhe shumë i uritur, dhe më ka ngrirë bishti, dhe unda më ka ngrirë, edhe veshët më kanë ngrirë, edhe gishtat më kanë ngrirë. Pongo! 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 Për pak e humbëm shpresën. Kemi stre për ju. Për te i rrugës dhe kambari Bulmetit. Sa mirë. Peti! Peti! Këtej, Peti! Hambari Bulmetit për te i rrugës. E janë i fëmi. Nuk është larg, e jani. Këtej, ndiqni drejtuesin. Shikoni pak, keni parë ndonjëherë kaq shumë këlysh? Sa të mirë që janë. Shumë të lezetshëm. Gëlushët e gjor janë shumë të sfilitur dhe gjysmë të ngrirë. A janë të gjithë, Pongo? Po e dashur, i numërova që të 99. Pongo të famshëm. Ishim shumë të shqetësuar për ju. U banor që mundohemi t'ju kapim. U trembëm se mos ju kishin kapur. Si arritë deri këtu me këtë mod kaq të keq? Duhet të ketë qenë e vështirë dhe shumë e lodhshme. Dhe me gjithë këta të vegjlit. Kam uri, mami. Kam shumë uri. Kam shumë uri, mami. Mami, kam shumë uri. Kemi uri. Na haq. Më vjen keq, fëmi. A ju pëlqen qumshti i lopës? Është i freskët? Ku është, mami? Ku është qumshi? Ku është qumshti? E janë i dhe merë një fëmi, është këtu brënda. Nga kjo anë, fëmi. Dilni nga kjo anë. Por mos u ngutni, ema. Duhet të mbani radhën. Rolli, prit radhën tonë dhe i dashur. Mos u mërzisni, fëmi. Kam mjaftueshëm për të gjithë. Vogëlushët e mirë. Pongo, edhe për ty dhe zonjën kam ruajtur pak ushqim. Shumë faleminderit. Nuk janë shumë, por mund t'ju ndihmojnë deri në Dinsford. Dinsford? Po, atje është një labrador dhe ka një qenush të tin. Më vjen me të vërtet shumë keq. Nuk ka gjë. Tani pusho pak dhe mos u shqetëso se do të ri unë të bëj roje. Nuk e di se si do t'ja bënim. Jemi shumë të nderuara që ju ndihmuam. Na vjen shumë keq që s'mundëm të bënim më shumë. Si mund të mendoj njeri që t'i lëndoj këta vogëlush të gjor? Duchess, sa të mirë që janë. Si kur të rrinin këtu me ne për gjithmonë. Shht, Princess, po shohni të gjithë. Lëri të flën vogëlushët e gjor. Janë shumë të lodhur dhe kanë ende shumë rrugë për të bërë. Nxitoni, fëmi! Nxitoni! Pa shiko çfarë pas kemi këto. E po, pra menduan se mund t'ja hidhin Cruelas. Jasper! Horace!
Ja ku janë gjurmët e tyre që shkojnë drejt fshatit. Dreqin, ata që kanë vërtet. Eci drejt jugut në rrugët e vogla, po i bie nga rruga kryesore. Shihemi në Tipsford. Pongo, ju gjeta një makinë për në shtëpi. Një makinë për në shtëpi? Petja, e dëgjove atë? Për të gjithë ne? Do të thua që nuk do të ecim më? Nëse do të mundemi. E jani, duhet të nxitojmë. Gjetëm një makinë për në shtëpi. E janë fëmi. E shikoni kamionin në fund të rrugës? Do të shkoj në Londër sapo t'i riparohet motori. Dhe ka vend për të gjithë ju. Pongo, erdhi Cruella. Po, dhe Jasperi dhe Horisi. Pongo, si do të shkojmë te kamioni? Unë nuk e di, Peti, por në një farë mënyre duhet të shkojmë. Mami, babi, Piçi më shtyu te Koxhaku. Laki më shtyu e para. Nuk e bëra. Po e bëre. Nuk e bëra. Nuk e bëra. Ju lutem, fëmi, mos u grindni. Ej, shiko. Peti, më lindi një ide. Pongo, çfarë po bën? Shikoni, jam labrador. Do të futemi të gjithë te Kiri. Do të bëhemi të gjithë labrador. Hey, kjo është një ide shumë e mirë. Ej, janë fëmi, rrotullohuni në hi. Po na thua që duhet të bëhemi pis? Ai dëgjove Frickles? Babi do që të bëhemi pis. Mami, të shkojmë? Bëni si ju tha babai. Sa do të kënaqemi? Gjithnjë kam dashur të bëhem pis. Sa që do të bëhem pis. Ashtu pra, sa më të zini, aq më mirë. Unë jam gati. Jam gati. Edhe unë gati jam. Ej, prisni pak, me kaq mjafton, mos u fusni të gjithë. Rolli, ndalo aty birë, je lyrë vetëm gjysëm. Dhe tani, rini pranë me e voglush. Ne do t'ja hidhim gruas plak të çmendur. Pongo, kam kaq shumë frikë. Pa shiko, Jasper. A thua se janë të maskuar? Ndoshta po, Horis. Kjo është ajo që ata ndoshta kanë bërë. Qente lyen gjithë një trupin e tyre me të zezë. More, hajvan! Deri tani shkon mirë. Vazhdo ti, Peti. Duhet të bësh tualetin. Unë po vazhdoj me grupin tjetër. Jasper, Horis! Atëhere? E po, tregoni arsyesh me zonjë. Kemi ngrirë deri në palc. Kemi gjithë natën jashtë dhe nuk kemi ngrënë gjë prej gjëje. Ata janë diku në këtë fshat dhe ne do t'i gjejmë patjetër ata. Tani futuni punës. A mendon se na kanë parë? Jo, por nuk kemi edhe shumë kohë. Provoje prap, Mike. Nxito, Peti. Kamioni do niset pas pak. Duhet të nxitojmë. Unë do marrë të tjerët. Kaq duhet të mjaftojnë. Të paktën do të kthehesh në Londër. Duhet të hipësh edhe ti, zonjush. Ej, Jasper. Eja këtej, Horis.
Nxitoni fëmijë. Jeni fëmijë, vazhdoni përpara. Babi, ajo po na shikon. Vazhdoni përpara, vazhdoni. Vazhdoni, esni, vazhdoni, esni. Kjo nuk është e mundur. Kjo është e pamundur. Bathjani! Jasper! Horis! Jasper! Janë përpara të kamioni! Diqini pas! Diqini pas! Diqini ju thash! Ja ku është? Cruella! Ej, zonj! Çfarë dregjin po bëni kështu vallë? Grua shofere të shmëndur. Shiko! Jasper! Nuk kam shtibëj, do t'i bie nga kjo ana. Dhe do t'takohemi tek kthesa. Voglush, kujdes! Jasper! Horis! More hajvan! More të marë! More të afë! Qeve gojen! Seen her kind of eyes watching you from underneath the rock. Cruella de Vil, Cruella de... Roger, ti ke fundit a ishte suksesi yt i parë. Fitove më tepër nga sa e kishe më ndërruar. E di. Por gjithsesi nuk më besohet që Pongoja dhe Peti jam mbathën. Diçka për të gëzuar Krishtlindjen. Nëse ka ndonjë arsye për të gëzuar. Vogëlushët e gjarë. Ndonjëherë më bëhet sikur I dëgjoj natën duke lehur. Por e kuptoj menjëherë se jam në ëndër. Çfarë po ndodh? Po këta janë labrador. Jo, jam të mbuluar me I. Shikoj, ja ku është Laki. Miku im, Pongo, ti je? Pongo. Që nga Pongoja. Dhe Peti, zemra ime. Dhe Rolli, dhe Fini, dhe Frikaus. Të gjithë vogëlushët tanë janë këtu. Është një mrekulli. Roger, kjo po që ishte një dhuratë Krishtlindjesh. Dhe shikoni, kemi edhe shumë të tjerë. Shiko, Anita, kemi këllysh kudo. Duhet të jenë 100. 1, 2, 3 dhe 4 bëjnë 7. 2, 4, 6 dhe 3 bëjnë 9 plus 2 bëjnë 11. Kemi 36. 36 atje tutje bëjnë 47. 16, 18, Roger. U bën 65.
11, 12, 13. Prit pak, edhe 6. Prit pak, po u bën 84. Dhe 15 plus 2 bëjnë 101. 101. Po nga dolën gjithë këta? Pongo, more kopuk I vogël. Çfarë do të bëjmë me ta? Do t'i mbajmë. Në shtëpinë tonë të vogël? Do të blejmë një shtëpi të madhe, në fshat. Do të bëjmë një fermë. Një fermë me dalmat. Roç, kjo është vërtet frymëzuese. Do të jetë pa parë. Do të kemi një fermë me dalmat. Një fermë me dalmat, thash. Do të kemi një fermë me dalmat, ku popullsia jon do të rrite. Ta muri, mami, në këtë vend të ri, gjithë grupi ynë do të pëlqej shtëpinë tonë në fermë.